7 ministra të rinj të qeverisë Rama janë betuar para presidentit të Republikës Bajram Begaj duke marrë zyrtarisht detyrat e tyre. Pas leximit të dekretit për emërimin, ministrat e rinj u betuan me dorën mbi kushtetut sipas formulës së betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar, atë të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Ndryshimet vijnë një ditë pas miratimit në kuvend ku socialistët dan mbështetjen për emërimet e reja. Albana Koçiu emërohet kështu zëvendës kryeministre, ndërsa Ferit Hoxha merr drejtimin e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme. Toni Gogu do të udhëheqë Ministrinë e Drejtësisë, Besfort Lamallari Ministrinë e Brendshme, ndërsa Ermal Nufi merr drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Enea Karakaçi do të udhëheqë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ndërsa Eriona Ismaili emërohet Ministre Shteti për marrëdhëniet me Parlamentin. Këto ndryshime pasojnë shkarkimet e disa prej ministrave të mëhershëm. Belinda Balluku u largua nga detyra e zëvendës kryeministres, njëherësh ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, me 85 vota pro. Elisa Spiropali u largua nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme me 83 vota pro në kuvend, ndërsa Piro Vëngu u shkarkua si ministri i Mbrojtjes me 81 vota. Ndryshimet në kabinet vijnë pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke shënuar ndryshime të rëndësishme në qeverisje.